Ora e mësimit të arsimtarit Fidan Topalli tingëllon më shumë si heshtje. Në klasën e tij, dikur të mbushur me zëra fëmijësh dhe vrapime në obor, sot nuk ka nxënës të mjaftueshëm as për të formuar një ekip futbolli. Pamjet e fëmijëve që lozin së bashku duken gjithnjë më të largëta për shkollën fillore Skënderbeu në fshatin Jezerës të Ferizajt. Një të mërkur, kur arsimtari i nxorri nxënësit jashtë për orën e edukatës fizike, obori nuk u mbush me loje gjallëri, pasi ishin vetëm 4 nxënës. Këtu në shkollën e Jezerësit është pak problem me u zhvilluar lënda e edukatës fizike, sepse ka pak nxënësa, po mirë po i kem disa sporte individuale të cilat mund është më mirë me ta mi u pru motiv. Për shembull, kena ping-pongin, shohin, janë disa lojë që mund është mi zhvillu një me një, po shumë problem. Rënja e numrit të nxënësve ndër vite po rrezikon shkollat në zonat rurale dhe Fidan Topalli e vëren këtë më së miri në krahasimin që i bën procesit mësimor në lëndën e tij me shkollën Tefik Çanga në Ferizaj, ku ai gjithashtu është mësimdhënës. E atje ka më shumë nxënësa. Edhe shumë vrihet krahasimi, për shembull, nëse zhvillon një orë me 3 nxënësa, edhe një orë me 30 nxënësa. Dhe me thonë motivi ndrysh është ata 30 nxënësa, ndrysh është këtu me 3 nxënësa. Unë menoj që kjo shkollë i plotson kushtet për mu mush me nxënësa. Zakonisht 90% kohës luaj edhe unë me ta, do të më thonë unë prezent non-stop. Pa mua këta as nuk janë nisin lojës. Dhe me thonë unë do të me janë ose me lu, ose mu bo portier, ose lojtor. Do të mi u bo si nxënës, për ndrysh nuk funksionon ora e edukatës fizike. Shkolla në Jezerës nuk është rasti vetëm në vargun e shkollave rurale, të cilat viteve të fundit janë duke përjetuar zbrazje të shpejtë deri në mbylljen totale si pasojë e rënjes së numrit të nxënësve. Kjo situatë po ndikon drejt për drejt në cilësinë e arsimit dhe socializimin e fëmijëve. Shkolla në Jezerës dikur numëronte deri në 400 nxënës. Klasat ishin të mbushura, obori gumzhinte nga zërat e fëmijëve dhe shkolla ishte zemra e fshatit. Sot, kjo shkollë mezi arrin të mbaj hapur dyert me më pak se 30 nxënës. Pe viteve të dhejta e kënej, ka pos rromit numrit nxënësve, po vitet e fundit ka qenë numri më i madh që ka ra. Për ndryshe në kohën e fundit, qëto 2-3 vitet e fundit, nuk kemi lëvizje të nxënësve. Për kundrazi po besojmë që ka me pas një rritje të numrit të nxënësve këtu, për shkak që kanë filluar njerëz me biznese, me restorante, me villa, Edhe është një shpresë që ka mundësi me një tarë me tafërt me pas rritje të numrit të nxënësve. Sipas Afrim Llabjanit, drejtori i arsimit në Ferizaj, rënja e nxënësve vjen nga lëvizja e popullsisë, kryesisht nga fshatrat në qytet. Ai thotë se komuna është duke monitoruar situatën me numrin në rënje të nxënësve, ndërsa nuk përjashton masë drastike deri në mbylljen e shkollës, në rast se trendi i rënjes vazhdon. Drejtoria e arsimit në vazhdimsi ka qenë në kontakt me drejtuesit e shkollës dhe këshillin e fshatit, që në momentin kur numri i nxënësve bie, deri në atë masë sa detyrohet të mbyllet shkolla, ne kemi planifikuar sigurimin e bartjen e nxënësve në shkollën më të afërt. Sociologu Labinot Kunushevci thotë se klasat me pak nxënës ndikojnë negativisht në procesin e socializimit të fëmijëve. Ai thotë se numri ideal i nxënësve brenda një klase duhet të sillet ndërmjet 15 deri 20, gjë të cilën një shkollë si ajo në Jezerës nuk e ka parë një kohë të gjatë. Fëmijët duke qenë të kufizuar në numër, janë të kufizuar edhe në mundësi, shprehje kreativiteti, ndërmarrje të përbashkëta në projekte, aktivitete shkollore e të tjera. Pasojat shprehen në aspektin e njohjes së ndërsjellë dhe ndikojnë drejt për drejt në zbejjen e inteligjencës sociale. Ndërsa situata e ngjashme është hasur edhe në një shkollë në territorin e Podujevës. Në shkollën Ja Hasani në fshatin Bërvenik, mësimin e ndjekin vetëm 9 nxënës, ndërsa klasat e 5 dhe të 8 janë shuar plotësisht. Në këtë shkollë janë të angazhuar 3 mësimdhënës, më shumë se që ka nxënës, por iniciativat për bartjen e nxënësve në një shkollë tjetër duket se janë stopuar pas një kërkese të prindërve. Me kërkesën e prindërve, nxënësit pra
kanë kërkuar që nxënësit mos të barten në një shkollë tjetër për të vazhdojnë mësimin në shkollën e tonë që jemi tani duke punuar. Para 3 viteve ka qenë një kërkesë prej Ministrisë së Arsimit për ata kur e kanë marrë pëlqimin nga prindërit, domethënë prindërit e kanë pas pëlqimin që mësimin në vazhdojnë në shkollën tonë. Edhe nuk e kanë përsërit më ato dhe ne jemi duke punuar. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në një përgjigje përmes emailit thotë se para 2 viteve ka përcaktuar kriteret kur një institucion arsimor duhet të pushojë së ekzistuari në rast të numrit të vogël të nxënësve. Mash thotë se deri tani 14 shkolla kanë pushuar veprimtarinë e tyre. Sa i përket vlerësimeve ndërkombëtare, vëret se në shkollat ku numri i nxënësve në klasë është më i vogël se 15, rezultatet mesatare janë më të ulta krahasuar me klasat me numër më të madh nxënësish. I njëjti trend evidentohet edhe në testin kombëtar të arritshmërisë. Kjo lidhet kryesisht me faktin se klasat me numër shumë të vogël nxënësish ndodhen kryesisht në zona rurale. Planet për reduktim të shkollave mund të bëhen më të domosdoshme në vitet në vijim, ndërsa Kosova po përballet me rënje të numrit të përgjithshëm të nxënësve. Ministria e Arsimit thotë se që nga viti 2021, kur Kosova kishte 224.426 nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, në vitin 2025 numri ka rënë në 204.542 nxënës, apo rreth 20.000 më pak. Drejtori i Arsimit në Podujev ka theksuar se rënja e numrit të nxënësve ka ndikuar negativisht në socializimin e tyre. Ai bën të ditur se do të ketë bisedime me banorët dhe mësimdhënësit për të gjetur një zgjidhje të përbashkët në të mirën e nxënësve të kësaj shkolle. Kemi disa shkolla, si që shkolla e Bërbenikut, që është në vijë kufitare, edhe jemi zëtuar që deri në nxënësin e fundit t'i lëmë të hapura. Mirë, po në të njëjtën kohë jemi shumë të interesuar që edhe ata nxënës me atë numër aq të vogël që janë atje, të socializojmë me disa aktivitete që janë kulturore, kuize, kështu me radhë, me shkollën më të afërt që është shkolla Zahir Bayezidi në Orlan. Me të vetmin qëllim që nxënësit në fjalë të socializohen. Në Raovec, aktualisht një shkollë numëron rreth 70 nxënës. Sipas drejtorit të shkollës Sulejman Vokshi në fshatin Polluzh, rënja e numrit të nxënësve ka ardhur si pasojë e migrimit të brendshëm dhe atij jashtë vendit. Veçanërisht shqetësuese është klasa e 8, e cila ka vetëm 3 nxënës. Fillimisht fshatarët i kanë sy gërbetit, kështu që gradualisht me kohën kanë marrë dhe familjet e veta, edhe fëmijët e tyre. Mirë po ka dhe migrim të mbrendshëm, që është shpërfaq shumë në kohët e fundit, njerëz gravitojnë nëpër qendra të mëdha. Drejtori i Arsimit të komunës së Raovecit, Muhamet Morina, thekson se pavarësisht numrit të vogël të nxënësve, institucionet arsimore do të angazhohen që të ofrojnë mësim cilësor. Ai paralajmëron se në të ardhmen mund të jetë pashmangshme ndërmarrja e reformave për rjetëzimin e shkollave. Një ditë do të detyrohemi për shkak të mungesës numrit të nxënësve që të futemi reformave, pikërisht rjetëzimin e shkollave, sepse e di që do të hasim në rezistencë, por reforma një ditë duhet filluar, dhe unë mendoj që këta nxënës 100% do të jetë për ta procesi i mësim-nxënies do të jetë më cilësor se sa aty ku momentalisht janë duke ndjekur mësimet, por aty ku janë vetëm 4-5 nxënës. Ndërkaq, ky fenomen është evidentuar edhe në zonën e Rimanishtës afër Prishtinës, ku në shkollën Nexhmi Mustafa, paralelja 3 dhe 9 nuk ekzistojnë fare këtë vit. Shkolla aktualisht ka 27 nxënës, ndërsa klasat 4 dhe 6 kanë vetëm nga 2 nxënës. Nëse në fshat mbetet pa shkollë, çaj fshat ka me bo më migru dhe ke pjesa tjetër e banorëve që janë mbetë, për shembull 40 shtëpi ose 50 shtëpi, nëse nuk ka shkollë në çat fshat, më vërmendja që kanë me pas si arsye për me braktisë fshatin. Drejtori i Arsimit në komunën e Prishtinës, Samir Shahini, thotë se rënja e numrit të nxënësve në disa shkolla, veçanërisht në zonat periferike dhe rurale, është pasojë drejt për drejt e migrimit të familjeve drejt zonave urbane, mungesës së mundësive ekonomike dhe prirjes së prindërve për t'i regjistruar fëmijët në shkolla në qytet.
Ndër vite është vërejtur një rënje e numrit të banorëve dhe rrjedhimisht edhe e nxënësve në këtë zonë. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë rënje janë migrimi i familjeve drejt zonave urbane për arsye ekonomike dhe sociale, mungesa e mundësive të punësimit, si dhe tendenca e prindërve për të regjistruar fëmijët në shkollat që ndodhen në qytet. Kosovo Education Center, një organizatë jo qeveritare që merret me çështjet e arsimit, tha në një përgjigje për Kallzo.com se klasat me pak nxënës dhe klasat e kombinuara dëmtojnë socializimin, bashkëpunimin dhe cilësinë e të nxënit, duke krijuar pabarazi mes nxënësve rural dhe urban. Kjo organizatë thotë se investimet e deritanishme në arsim janë bërë pa një planifikim paraprak. Për fat të keq, investimet kapitale në shkollat e Kosovës janë bërë pa një analizë të trendeve demografike. Prandaj edhe sot kemi shumë shkolla që janë gjysmë të zbrazëta ose kanë mbetur të braktisura. Jemi të mendimit se investimet e tilla duhet të ndalen dhe tani e tutje, secili investim duhet të jetë mirë i justifikuar, duke marrë parasysh edhe trendet demografike.